Si pasojë e aksidentit tragjik që tronditi qytetin e Durrësit, po jo vetëm ditën e djeshme, një aksident fatal i cili mori jetën 2 fëmijëve të mitur, ndërsa një i tretë po lufton ende me jetën në spitalin e traumës. Sipas të dhënave nga tereni, 4 kanë qenë numri i fëmijëve të cilët kanë qenë duke luajtur në lagjen e tyre si çdo ditë, duhet thënë, ndërsa automjeti i drejtuar nga 57 vjeçari mbi shpejtësinë mbi normat e lejuara i përplasi 3 prej tyre fatalisht, 2 prej cilëve fatkeqësisht humbën jetën, ndërsa një i tretë po lufton ende me jetën në spitalin e traumës dhe bluzat e bardha po bëjnë të pamundurën për ta mbajtur në jetë. Duhet thënë në fakt që menjëherë pas përplasjes fatale, drejtuesi i automjetit braktisi mjetin menjëherë për fal ndërhyrjes së shpejtë të policisë së Durrësit u bë i mundur arrestimi i tij. Në fakt, drejtuesi i automjetit, i cili është Nikol Radaçi, 57 vjeçari, dyshohet se ka qenë një përsëritës i veprave penale sa i takon kodit rrugor, i cili vetëm në vitin 2022 është proceduar 2 herë me heqjen e lejes së drejtimit të automjetit, ndërsa më herët gjithashtu është pezulluar edhe leja e tij, pra edhe në vitin 2020. Duhet thënë në fakt që ka rezultuar nën efektin e alkoolit ditën e djeshme sipas testeve të përsëritura të bëra nga policia e Durrësit në masën 0.7 mbi tejkalimin e kufirit dhe mbi pragun penal. Gjithashtu në dëshminë e tij, 57 vjeçari ka dëshmuar se më vrisni nuk meritoj të jetoj, dua të vras veten, çfarë të them. Ka ngelur gjë më për të thënë, jam i tronditur, nuk mbaj mend asgjë, mora në qafë fëmijët, isha i dehur. Në fakt, duhet thënë në fakt që banorët e zonës së Ish-Kënetës e tregojnë 57 vjeçarin si përsëritës të tejkalimit të shpejtësisë në një lagje, e cila duhet thënë është një lagje dytësore, pra lagje e banueshme ku numri i fëmijëve të cilët jetojnë dhe banojnë aty është tejet i lartë, është një lagje në periferi të qytetit të Durrësit, në zonën e Ish-Kënetës, ku dhe numri i banesave është i lartë. Ajo çfarë duhet thënë është që le të themi rruga ka qenë e shtruar, le të themi me tabelat përkatëse sa i takon lejimit të shpejtësisë, e cila në ato zonë duhet jetë nga 20 deri në 30 kilometra, ndërsa automjeti drejtuar nga 57 vjeçari në momentin e përplasjes ka qenë mbi 60 kilometra, duke shkaktuar kështu dhe përplasjen fatale. Banorët, përveç se janë shprehur të tronditur për ngjarjen e rëndë që ka kapluar jo vetëm komunitetin lokal, por mbar opinionin publik, sikurse ju e thatë, gjithashtu shprehen se kjo ka qenë një ngjarje e paralajmëruar, jo vetëm për 57 vjeçarin i cili shpesh lëvizte me shpejtësi të lartë në atë lagje, por edhe për përdorues të tjerë të mjeteve të transportit, qoftë ato të automobil, motor apo edhe automjet makinë, të cilët në atë lagje shpesh kalojnë me shpejtësi mbi normat e lejuara, jo vetëm ditën, por edhe gjatë natën. Ky duhet jetë një apel fakt që duhet ngrihet jo vetëm për lagjen e Ish-Kënetës, por për çdo territor në fakt ku shpesh drejtuesit e automjeteve bëjnë gabime fatale. Lorida, ka forca të policisë rrugore që qëndrojnë në atë zonë, sepse për shembull në kryeqytet i gjen kudo në çdo rrugicë me blok gjobash në dorë gjatë gjithë kohës? Fatkeqësisht kjo është problematikë që është ngritur edhe nga banorët e zonës, pasi patrullat e policisë pothuajse janë inekzistente në jo vetëm në atë lagje, por pothuajse në gjithë periferinë e qytetit të Durrësit. Patrullat e policisë i gjen kudo në lagjet, le të themi në lagjet e qytetit të Durrësit për të vendosur gjoba, por jo për të marrë me problematika të tilla si këto që më pas shkaktojnë ngjarje fatale dhe tragjike si ajo e ditës së djeshme. Ky duhet jetë, le të themi, një mesazh i fortë edhe për institucionet, jo vetëm për drejtuesit e mjeteve, të cilët duhet jenë më ndëshkues kundrejt përdoruesve të mjeteve, qoftë kur ato janë në drejtimin e automjetit në gjendjen e alkoolit, por edhe kur tejkalojnë shpejtësi në zonat qoftë të banuara si ajo e ditës së djeshme, ku fëmijët fatkeqësisht përveç se nuk kanë një park për të luajtur, do duhet të kalojnë pjesët e tyre të bukura të fëmijërisë në lagje dhe në trotuare, ku le të themi hapësirat publike për të luajtur dhe parqet janë thuajse inekzistente, jo vetëm në atë lagje, por dhe në brendësi të qytetit të Durrësit, Esmeralda. Dua të theksoj në fakt ajo çfarë bën më të dhimbshme këtë tragjedi të ditës së djeshme është fati i 9 vjeçarit që ka humbur jetën nga aksidenti i ditës së djeshme, pasi prindrit e tij jetonte vetëm, pasi prindrit e tij ndodheshin jashtë shtetit në Itali, ku babai i tij duhet të përballet edhe me një betejë tjetër të vështirë, pasi vuante nga një sëmundje e rëndë. Kjo është ajo që e bën edhe më të prekshme këtë ngjarje tragjike, ndërsa i mituri tjetër që ka humbur jetën dhe i mituri i tretë që ndodhet në spitalin e traumës që po lufton me jetën, mësohet të kishin lidhje familjare.